Nicolas Maduro pritet të transferohet nga jeta e tij luksoze në qendrën metropolitane të paraburgimit në New York City, burgun famkeq ku kanë qëndruar disa nga emrat më të urryer dhe më të njohur në SBA, mes tyre edhe Martin Shkreli, shqiptari, i cilësuar dikur si njeriu më i urryer në Amerikë, i përshkruar si i neveritshëm dhe me kushte të tmerrshme MDSI, njihet për kushtet e mjerueshme, mungesën kronike të personelit, dhunën ndaj të burgosurve dhe ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike, i ndërtuar në vitet 1990 për të luftuar mbi popullimin e burgjeve. Objekti ka streuar figura të profilit të lartë si këngëtari R. Kelly, Pharma Bro Martin Shkreli, Ghislaine Maxwell, ish manipulatori i kriptomonedhave Sam Bankman-Fried dhe manjati muzikës Sean Diddy Combs. Aty është mbajtur gjithashtu edhe i dyshuari për udhëheqjen e kartelit meksikan, Ismael El Mayo Zambada Garcia, teksa priste gjyqin për vrasje dhe trafik droge. Ky është një vend shumë i vështirë për të qenë i burgosur, deklaroi avokati i Combs, Mark Agnifilo, në fund të vitit 2024, duke paralajmëruar se qëndrimi në paraburgimin e MDSI e bën pothuajse të pamundur përgatitjen për gjyq. Dhuna mbetet një kërcënim i vazhdueshëm në ambientet e këtij paraburgimi. Një burgosur u godit me thik për vdekjen e qarshor 2024, ndërsa një tjetër u mbi jetën në një sherrë vetëm një muaj më vonë. Në vitin 2019, një ndërprerje e energjisë elektrike i la të burgosurit në errësirë, pothuajse totale dhe në temperatura të ulta për rreth një javë. Ngjarja çoi në një hetim të Departamentit të Drejtësisë dhe përfundoi me një dëmshpërblim prej $10 milionë për rreth 1600 të burgosur. Sipas padisë, ata ishin mbyllur në qelitë e tyre për ditë të tëra dhe u detyruan të duronin kushte jo higjienike me tualete që nuk funksiononin. Qendra korrektuese MDSI është aktualisht e vetmja qendër korrektuese federale që i shërben New York City pas mbylljes së kompleksit në Manhattan, pas vetvrasjes në vitin 2019 të financuesit multimilioner dhe të akuzuarit për trafikim seksual, Jeffrey Epstein.